Shikues të nderuar, selam aleikum. Përsëri takohemi me emisionin Perla të urtësisë nga i dërguari i Perëndis. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na ka zgjedhur, na ka bërë musliman, paqja dhe shpëtimi qoftë mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kur'ani është fjala e Allahut xhaleshanuhu që përmes melekut Xhibril i është shpallur pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në kohëzgjatje prej 23 vjetësh. Hadithi ndërkaq është gjithçka që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka folur, ka vepruar dhe ka pëlqyer. Me fjalë të tjera, përmes hadithit shprehet tërë jeta dhe veprimtaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga kjo shihet qartë se Kur'ani dhe hadithi janë burimet themelore të Islamit. Prandaj nuk është për të habitur fare pse interesimi për njohjen sa më të thellë të Kur'anit dhe hadithit nga ana e dietarëve islam, por edhe më gjerë vazhdon të jetë në nivel. Pikërisht sot ne do të flasim pak më tepër lidhur me hadithin prej vetive të besimtarit, ndërsa për këtë hadith në studio kemi të ftuar hoxhën e nderuar Nesim Demiri. Para se të fillojmë me bisedën me hoxhën tonë, ne ju preferojmë që të dëgjoni hadithin dhe pastaj të gjithë së bashku t'i kthehemi emisionit në studio dhe të zhvillojmë bisedën. Nga Ebu Hurajre radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flasë mirë ose le të heshtë. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta nderoj fqiun e tij. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta nderoj mysafirin e tij. Dëgjuam hadithin prej vetive të besimtarit, ndërsa për ata të cilët më vonë janë inkuadruar në emision, ju rikujtojmë se në studio kemi të ftuar hoxhën e nderuar Nesim Demiri. Hoxhë nderuar, selam aleikum dhe mirë se na erdhët në studio. Aleikum selam, mirë se u gjeti. Gjithsesi me hoxhallarat që kemi pasur më herët, duke shtjelluar hadithet që kanë pasur dhe do thot për hadithet që kanë pasur ata, është folur për transmetuesit dhe një prej transmetuesve do thot që edhe sot kemi në këtë hadith, Ebu Hurajre, është folur dhe është treguar për biografinë. A mund të na flitni në fjalë të shkurtra për biografinë e Ebu Hurajre? Sahabi nderuar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, me siguri çdo kush prej këtij umetit e njeh, sepse ky sahabi i nderuar ka transmetuar më shumë hadithe. Numri i haditheve të cilët ka transmetuar është parafërsisht 5847 hadithe. Domethënë Allahu azza wa jalla ka dhënë bereqetin që të transmetoj aq numër të madh të haditheve. Këtë na e përforcon një ditë duke ndetur në xhami, duke bërë dua, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ishte duke lutur Allahun azza wa jall, dhe në atë moment hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i pa duke bërë dua. Dhe e pyeti, tha, vazhdoni me duan, dhe Ebu Hurajra radhiyallahu anhu e tha një dua: Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Tha, o Zot, më jep dituri e cila nuk harrohet. Me të vërtetë Allahu azza wa jall i dha dituri me të cilën deri ditën e sotit nuk u harron kjo dituri. Ky sahabi disa herë ka qenë në vali i Medinës në kohën e Marwan ibn Hakemit. Ky sahabi i nderuar ka qenë shumë i devotshëm dhe ka qenë shumë asket. Një prej shembulli që ka transmetohet është se një ditë duke bajtur dru nëpër Medinë, edhe pse ka qenë valiu i Medinës. Kur afru vdekja e këtij sahabit, e pa njerëzit duke qajtur dhe e pyetën: o Ebu Hurajra, pse je tu qajt? Tha se nuk jam tu qajt për këtë dunja, jam tu qajt sepse furnizimin e kam pakt dhe rruga jem është shumë e gjatë. I dul shpirti i këtij sahabit radhiyallahu anhu, i cili Allahu azza wa jall qoftë i kënaqur me te. Kjo ishte shkurtimisht për këtë sahabi që dashtum që tregojmë biografinë e tij. Faleminderit për këto sqarime të shkurtra lidhur me biografinë.
Më duhet të dëgjuar një pjesë të hadithit ku thuhet kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të thot fjalë të mira ose le të hesht. Pikërisht do thot këtu do të donim të vlerësonim mendimin e dietarëve lidhur me këtë hadith. Mendimi i dietarëve rreth këtij hadithit është ai njeri i cili dëshiron të flet, mendon atë të cilën e flet, nëse është e mirë dhe me siguri ka shpërblim, atëherë le të thot. Në të kundërtën atëherë më mirë është me hesht, edhe nëse i bëhet e qartë se a është e lejuar fjala apo e ndaluar, apo është mekruh, apo është mubah, sepse fjalën tërhek dhe ka mundësi që të vije të thënë një fjalë e me siguri ajo fjalë mundet të jetë e ndaluar, dhe për këtë duhet në këtë rast njeriu nëse i bëhet qartë, atëherë duhet të hesht dhe mos të fole, sepse shumë njerëzi janë prej atinve të cilat e kanë folë një fjalë dhe pastaj janë pendu, a shumë pak janë prej atinve që kanë heshtur dhe nuk janë pendu për atë që kanë hesht. Disa mendime rreth këtij hadithit, ajo çka mund të kuptohet prej hadithit është le të thotë fjalë të mira ose të hesht. Disa dietar kanë shkuar në atë se çdo gjë njeri të cilën e thot me siguri do të regjistrohet, pa marrë parasysh a është e mirë, a është e keqe. Transmetohet për Yahya ibn Kathirin, në të cilën thot një njeriu duke hypur në gomar është rrëzuar dhe ka thonën i shkatruar qoftë ke gomar. Dhe atëherë meleku në anën e djathtë tha se kjo fjalë nuk është e mirë dhe nuk e shënoj. Atëherë meleku në anën e majt tha nuk është e keqe, nuk mund me shënu. Atëherë Allahu Azza wa Jall i shpall këtinve, tha atë të cilën e lën meleku në anën e djathtë shënoje sikur fjalë e keqe. E për këtë njeri i mençur duhet të ketë kujdes se çfarë flet, sepse Allahu Azza wa Jall ku thot wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, thot se nuk hell ndonjë fjalë atë mos jetë pranë tij përcjellës i gatshëm. Domethënë njeri duhet të ketë kujdes çdo fjalë të cilën e flet, për shkak se mundet me ra në fjalë të ndaluar, cila është e ndaluar. Jo rastësisht, shpeshherë ka thuhet dhe jemi të porositur që të sillemi mirë ndaj fëmijët. Pastaj gjithashtu edhe të parët tanë na kanë mësuar duke na thënë që fëmiu duhet të jetë kemi sjellje të mirë me ta. Por shpeshherë kohën e fundit ne si mundohemi dhe i lëmë anër obligime që kemi ndaj fëmijët. Të pikat e shkurtra mund na tregoni se cilat janë obligimet e muslimanit ndaj fëmijët. Obligimet e muslimanit ndaj fëmijët, se pari fjala fëmijë e përfshin ai i cili është musliman edhe ai që nuk është musliman, ai i cili është besimtar edhe ai i cili nuk është besimtar, ai i cili është i devotshëm edhe ai i cili është mëkatar. Në përgjithësi hadithi përfshin të gjithë këto obligimet. Mas mirë na tregon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin thot ma zale Jibrilu yusini bil jari hatta adanantu la yuwarithannahu. Se vazhdimisht Jibrili më ka porosit për fëmijën derisa mendova se ai do të bëhet trashëgimtari im. E ky hadith mas mirë i tregon se sa është haku i madh ndaj fëmijës. Disa dietar shkuan në atë, thanë se duhet i jepet një pjesë nga pasuria fëmijës. Disa dietar tjerë shkuan në atë mendim se duhet të jenë raportet, domethënë duhet të jetë trashëgimtar në raportet me te. Mirë, po mendimi më i parë është më i saktë, sepse raportet në mes fëmijës mbeten, mirë po trashëgimia nuk ka ndodhur deri tashti që të jepet një pjesë prej pasurisë. Po sigurisht tani edhe ka shumë raste që pengohet fëmijë nga tjetri. Disa fjalë lidhur edhe me këto raste që shpeshherë mund t'i hasim në përditshmërinë tonë edhe sot. Me siguri ai i cili e pengon fëmijën, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin thot
e mohon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imanin e atij i cili e pengon fëqiun. Tha pejgamberi, nuk beson. E pyetën, ja Rasulullah, kush është ai? Tha, ai i cili nuk është i qetë fëqiu i tij nga pengesat e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith e mohoi imanin e atij i cili e pengon fëqiun e vet. Ka shumë shembulla për ata të cilat e pengojnë fëqiun dhe se nuk kanë kurfar të mirë. Transmetohet se një gru kishte falur natën dhe kishte agjëruar ditën, mirë po fëqiu nuk ishte i qetë prej asaj. Dhe u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë gru, tha, kjo gru nuk ka kurfar të mira. Mirë po në të njëjtën kohë transmetohet hadithi tjetër i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, la yu'minu men yu'dhi jarahu. Thotë nuk beson ai i cili e pengon fëqiun e vet. Kam shkëputur thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thuhet le të nderoj mikun. Do të kuptimin dhe çka do të nxjerrim nga kjo thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Miku është ose musafiri është ai i cili vjen, i cili zbret tek ti. Sikur ndonjë udhëtar ose muslimani obligohet ta respektoj dhe ta konsideroj këtë musafirin. Disa dietar kanë thënë mikpritja është e detyrueshme vetëm në vendet të vogla. Mirë po në qytetet, sepse në qytetet ka hotele, restorante, nuk është e obligueshme. Mirë po në për vendet vogla, sepse nuk ka hotele as restorante, atëherë me thonë është e obligueshme që të pritet miku dhe të gostitet. Duke dashur të ndërlidhemi me përgjigjen që e dha tani, donim të dinim se sa zgjat mikpritja apo mysafirlliku. Sipas hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mikpritja ose mysafirlliku zgjat 3 ditë. Dhe më shumë se 3 ditë ajo konsiderohet sikur sadaka. Do të thonë, njeriu duhet me pas parasysh që mos ta ngushtoje pronarin e shtëpisë më shumë se 3 ditë. Ndoshta nuk ka mundësi që t'i afrojë musafirlluk ose ta gostite, nuk dihet gjendja e tij financiare, ndoshta gjendja financiare e ka shumë dopt. Do të donim të tani në përmbyllje të emisionit të nxjerrim mësimin, kuptimin dhe dobitë e gjithë kësaj që thamë dhe hadithit, do thotë prej betive të besimtarit. Disa dobi nga këtij hadithit, e para është obligshmëria e të heshturit përpas një fjalë të mira. Për shkak hadithit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të thotë fjalë të mira ose le të hesht. Domethënë, njeri duhet të hesht derisa të bëhet obligativ me fol. Nëse është fjala prej arit, atëherë e heshturit është prej argjendit. Transmetohet prej Ibn Mesudit ka thonë se heshtja me të vërtet ajo çka më tepër meriton të burgosit është gjuha. Nga kjo kuptohet se njeri mençur duhet në çdo kohë duhet të hesht dhe mos fole përveç se ajo çka është hajr ose e mirë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar falyakul khairan aw liyasmut. Në të fjalë të mira ose le të hesht. Dyta është nxitja për të ruajtur gjuhën për shkak se fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të thotë fjalë të mira ose të hesht. Për shkak asaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelit i tha: a dëshiron të informoj për ata të cilin i zotron të gjithë? Po si jo, tha, o Rasulullah. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi gjuhën e vet dhe tha: sundoje kët. Ai tha: o i dërguar i Allahut, a do të mirëm në pyetje për atë që e flasëm? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: nana të mos post, o Muadh, a do të përmbysën njerëzit në zjarr me fytyrat e tyre përveç se atë që kanë korrur gjuhat e tyre. Pra, kujdes që të mos flasim vetëm të mira, sepse kjo forcon imanin, ruan gjuhën dhe ngrit prestigjin tënd në mesin e vëllezërve të tu. E treta
obligueshmëria e nderimit të fqiut për shkak fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit le ta nderoj fqiun. Pra, fqiu është ai i cili jeton në afërsinë tënd. Edhe pse transmetohet nga Hasan ibn Basriu, ka thënë se fqiu është ai i cili jeton 40 shtëpi përpara dhe 40 mbas dhe 40 në anën e djathtë dhe 40 në anën e majt. Mirë po, në ditën e sodit dihet se është e pamundshme të bëhet respekt këtij fqiut i cili jeton në këtë vend. Transmetohet nga Ebu Hanifja, e ka pas një fqi i cili sa herë natën recitonte vargje, i cili u ankojke prej njerëzve se e kanë lënë pas dore. Dhe një dy natë Ebu Hanifja nuk ja ndëgjoi zarin e këtij dhe u interesoi për këtë dhe i pyeti njerëzit, thanë se patrolla e kishte burgosur këtë njeri. Dhe së shpejti Ebu Hanifja ndërmjetësoi te valiu për ta liruar fqiun e vet. Dhe valiu e pyeti, tha, si e ka emrin? Tha, nuk e di, vetëm e di se ka qenë këpuctar. E atë natë urdhoi të gjithë ata të cilët që kanë burgosur atë natë të lirohen, dhe pasi që u lirua u takoi me Ebu Hanifjen dhe i tha, falëndrime të përzemërta, tha, o djalosh, me të vërtet ne nuk të kemi haruar tyje. E katërta, obligishmëria e nderimit të musafirit dhe ai dhe që konsiderohet nderim, duke pritur me gëzim, duke i thënë hyn Allahu të dhash jetë ose fjalë të ngjashme të bukura. Sipas kuptimit të hadithit, nuk duhet të bëjmë dallim a është musafiri a është një apo jo 100 vet. Do me thonë, nëse njeriu është shtëpia e kot ngusht, atëherë duhet, nëse është e patjetërsueshme, ti thet atij musafirit, merri këto holla dhe shkon në hotel, për shkak se shtëpia ime është shumë e ngushtë dhe me siguri do të ndihesh ngushtë nëse hin në shtëpinë teme, nëse është kjo e patjetërsueshme. Faleminderit hoxhë nderuar, shikues të nderuar, shpresoj se keni marrë mësime nga ky hadith. Ne do të përmbyllim emisionin duke ju këshilluar, merrni mësime të mira, bëhuni fqinj të mirë, bëhuni mikpritës të mirë për ata të cilët do të gostitni, dhe në fund do thotë të mbyllim me pjesën e hadithit, kush beson Allahun dhe ditën e ahiretit, le të thotë fjalë të mira ose s'paku le të hesht. Selam aleikum dhe miru pafshim në emisionin e ardhshëm.